nuk mundesh me premtu gjithçka edhe me provu me I bind diqysh, e me ta dhonë votën e mos me bo kur gjo. Ja jep fillimisht një nxitje. Kur e kem nis krenën, 600 metrat e 300 metrat e pora. Kanë qenë ma tepër nxitje me tregu që bohet diçka. Do të thonë që nëse rrimën kurs bohet diçka. Është ideja dhe me ja dhonë një shpresë dikuj. Jo veç me punu njerëzit me met në aspektin psikologjik me met njëjtë. Gjatë asoj kohë e kom pa për shembull që njerëzit janë mësu edhe nuk janë tu e pa. Shembull ta marrim qysh është qendra. Janë këtë gurë të asfaltit thyn që trotuaret janë mësu me sa se janë mësu edhe kërkesat kanë qenë të vogla. Shumë kërkesa të vogla ka pas. Gjakovart kërkesa të vogla. Pasha njerën po se nuk kanë besu që bohen. Nuk kanë besu që bohen. Tash, por mos me I kritiku paraardhësit e mi shumë. Ata ja kanë huq të... Përfshirë paraardhësin... Edhe Mimozën, edhe Palin, edhe Aqifin, edhe tjertë. Nuk kanë mujt me bo ma shumë me 3 milion euro investime kapitale. Qa që kanë pas. Nuk kanë mujt me bo ma shumë. Po ata nuk e kanë zbërthy problemin, që për me investu ma shumë, dush me fitu ma shumë, në thojza me fitu, dush me rrit bugjetin, dush me rrit tyrat, se nuk mund është ndryshe me investu ma shumë. Se tashë nuk mujt me akuzu pse në konë 27 shkolla me stufa, kur veç 3 milioni ka pas investime kapitale. Edhe ato nuk realizohen plotësisht. Kur kom rriu në 2017, ditë të fundit të vitit, më kujtohet I kem bo diku 700-800 euro pagesa, shpejt, për mi rrit realizueshmërinë pagesat, punëve që ishin kry. Në më thonë, edhe na ka dal realizueshmëria 2.8 milion. 2.8 milion janë shpenzu për investime kapitale në 2017. Prej 3 milionve. Prej 3 milionve, tashi. Pagesat fundit kem bona, shpejt, kolegët e mi edhe unë. Vitin e kalum na kemi përmbyll me 17.5 milion euro investime. Në më thonë, jemi të folë për 6 vjet, gati 6-3-18, 6 fish. Po thuj se 6 fish. Tash kemi mundësi me investu ma shumë. Po ç'ky ka qenë zbërthimi I parë, nëse nuk ki bugjet, ç'ka bën për me pas bugjet? I gjenë mënyrat që shë rrit bugjetin. Edhe që janë gjetë mënyrat, mu rrit bugjetin, edhe rrit pak krahasueshëm. Me investime kapitale jemi të tretit në Kosovë, Prishtina dhe Prizren janë another beast, janë qytete më të mëdha. Mirë po tjerat janë ma poshtë, edhe shumë ma poshtë me investime kapitale. Jo pak, për shkak se edhe raportin mes investimeve kapitale dhe shpenzimeve tjera kemi ndru, Gjakova I ka 32.5% investime kapitale të bugjetit total, se ko asnjë komunë. Nuk e kanë, asnjëna nuk e kanë. Plus